Presidenti serb Aleksandar Vučić është në një pozicion të ngushtë, por a do të jetë në gjendje të rrogullisë të lirë? Lëvizja protestuese më e dukshme dhe më e gjerë në historinë moderne serbe përshkallëzua të shtunën kur mijëra njerëz vërshuan në Beograd nga i gjithë vendi për të kërkuar që qeveria ta merrte më seriozisht korrupsionin. Protestat filluan më shumë se 4 muaj më parë, pasi tenda e stacionit kryesor të trenit në Novi Sad, kryeqyteti rajonal verior i Serbisë, u shemb dhe vrau 14 njerëz. Qeveria dhe parlamenti i udhëhequr nga Partia Progresive Serbe kanë provuar një përzierje për të minimizuar protestat dhe për të bërë lëshime, por asnjëra nuk e ka ngadalësuar fluksin e tyre, pasi edhe shumë mbështetës besnik të qeverisë kanë filluar të anojnë drejt lëvizjes. Serbia është udhëhequr nga disa nga liderët më diskutueshëm dhe më shkatrues në historinë e Ballkanit, mendoni Slobodan Milošević për shembull, president gjatë viteve 90 dhe i njohur për brezat e vjetër që e kuptojnë shpërbërjen e përgjakshme të Jugosllavisë si kasapi i Ballkanit. Ai u rrëzua nga një seri protestash të njohura si revolucioni i 6 shtetorit, demonstratat e udhëhequra nga lëvizjet me mendje progresive, pro-perëndimore ose thjesht nga ato që përpiqen të rrëzojnë liderët që janë reatuar me pushtetin e tyre, janë relativisht të zakonshme. Shembja e mbulesës prej betoni në Novi Sad i tronditi njerëzit për shkak të arbitraritetit të plotë të viktimave, udhëtarëve që thjesht ndodheshin duke marrë trenin ose autobusin nga stacioni kryesor i qytetit gjatë orëve të pikut. Tragjedia u përforcua më tej nga vendodhja strategjike e Novi Sadit pranë kryeqyteteve rajonale si Budapesti, Zagrebi dhe Vjena, duke bërë atë një qendër për udhëtarët nga i gjithë rajoni. Çdo kush mund të kishte qenë atje atë ditë. Kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz u detyruan të vinin në Beograd të shtunën e kaluar, ndërsa Ministria e Brendshme pretendon se kishte 107.000 njerëz dhe burime të tjera thonë se numri mund të arrijë në 300.000. Marrja një llogaritje të saktë është e vështirë sepse njerëzit mbushën bulevardet kryesore të Beogradit, rrugët anësore dhe hapësirat midis institucioneve kryesore dhe ndërtesave të banimit. Prandaj metoda e vjetër e kokave për kilometër katror nuk është e besueshme, por kushdo që ishte atje mund të thoshte se njerëzit ishin krah për të paktën 3 orë, duke bërë gati të pamundur lëvizje nëpër pjesën kryesore prej 2 kilometrash të Beogradit qendror. Turma mbante pankarta dhe brooriste, ndërsa disa studentë kreativ bën figura paper mash të politikanëve me gojët e tyre të mbushura me para. Rreth orës 19 të së shtunës, gjatë një nderimi tjetër 15 minutësh në heshtje për viktimat, një zhurmë shërduese përshkoi turmën në rrugën Kralja Milana. Turma u shpërnda nga të gjitha anët, me shumë njerëz që u rrëzuan dhe u plagosën. Mediat lokale spekulojnë se ishte një top zanor, një pajisje e diskutueshme e kontrollit të turmës, e njohur gjithashtu si një pajisje akustike me rreze të gjatë ose lërad, që lëshon valë zanore me frekuencë të lartë, të afta për të shkaktuar dhimbje, çorientim dhe dëmtim afatgjatë të dëgjimit. Vučić mohoi përdorimin e një lërad kundër protestuesve dhe tha se ishte një pushk antidron ose një armë elektronike që çaktivizon dronët, duke bllokuar sinjalet e tyre GPS dhe radio, duke i detyruar ata të zbarkojnë ose të humbasin kontrollin. Një hetim urgjent po zhvillohet. Shumica e Europës postkomuniste trashëgoi ndërtesat, stacione treni ose autobusi, stadiume, salla koncertesh dhe blloqe masive apartamentesh, të ndërtuara në shtytjen e shekullit të 20 për t'i dhënë përparësi infrastrukturës publike për shumë, jo pak. Pas rënies së komunizmit, shumë nga këto ndërtesa ose nuk janë mirëmbajtur siç duhet, ose janë lënë në masë të madhe të rënuara. Stacioni i trenit në Novi Sad u ndërtua në vitin 1964 dhe kishte nevojë urgjente për një përmirësim. Ai po përmirësoi duke filluar nga viti 2021 dhe do të rimodelojë si pjesë e nismës së Kinës Belt and Road, duke synuar të modernizonte linjën Beograd-Novi Sad-Budapest dhe ta integronte atë në vizionin më të gjerë të Kinës për një lidhje të pandërprer Budapest-Beograd-Shkup-Athinë në korridorin e portit kinez të Athinës. Vučić është mburur se si investimet kanë përshpejtuar ndjeshëm kohën e udhëtimit si në Ekurut, ashtu edhe në autostradën A1 që lidh jugun me veriun e vendit, duke ngritur pretendime personale për projektin. Duke patur parasysh dyshimin e thellë ndaj qeverive në Ballkan, shumë besojnë se korrupsioni, kontratat e artuara dobët ose mungesa e mbikëqyrjes së ekspertëve në modernizimin e stacionit luajtën një rol në kolaps. Protestat fillestare u organizuan nga banorë të Novi Sadit të gjitha moshave, të cilët u mblodhën në qendër të qytetit për nderuar viktimat e tragjedisë. Ndërsa mediat proqeveritare dhe ekspertët filluan të kritikojnë ata, më shumë njerëz filluan të protestojnë duke përfshirë Fakultetin e Arteve Dramatike në Beograd, që u mblodhën afërsitë të ndërtesës së universitetit të tyre më 22 nëntor. Profesorët dhe studentët u sulmuan gjatë protestës nga ai që ata pretendojnë se ishte një grup i organizuar i palidhur me lëvizjen, duke shkaktuar zemrim dhe duke nxitur studentët të pushtojnë universitetet e tyre në kundërshtim.
një nga një, më shumë universitete dhe fakultete në të gjithë vendin u bashkuan, duke pezulluar mosimet dhe duke thelluar angazhimin e tyre ndaj kauzës. Aftësia e studentëve për të protestuar pothuajse çdo ditë, ndryshe nga shumë qytetarë që mund të jenë paq të indignuar, por nuk mund të largohen nga punët apo përgjegjësitë familjare, e kanë ndihmuar në mbajtjen gjallë të lëvizjes. Ata që nuk janë në vijën e parë çdo ditë, kontribuojnë në mënyra të tjera, si për shembull duke gatuar vakte, duke bler batanije dhe furnizime, dhe duke i dorëzuar ato në universitetet e pushtuara. Studentët më të rinj dhe më në formë se brezat e vjetër kanë mundur gjithashtu të marshojnë nga qyteti në qytet, duke ecur 10 kilometra dhe duke arritur edhe në rajonet më të largëta të vendit për të përhapur lajmet e lëvizjes. Ky ka qenë një faktor vendimtar në rritjen e protestave, duke i lejuar ato të anashkalojnë narrativën e kontrolluar nga qeveria, e shtyrë nga kanalet televizive kombëtare. Të gjitha rrjetet pro-qeveritare fillimisht injoruan protestat, si dhe tabloidet dhe të përditshmet pro-Vučić. Deri më tani, presidenti është përpjekur të largojë presionin, ndërsa janë dorëhequr 3 ministra, kryetari i Novi Sadit dhe madje edhe kryeministri Miloš Vučević. Njerëzve nuk u bën përshtypje Vučić që detyron aleatët e tij më të afërt të japin dorëheqjen, nëse jo, presidenti ka treguar se njerëzit rreth tij, madje edhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt, janë të disponueshëm për aq kohë sa ai qëndron në krye. Viktor Orban, Vladimir Putin, Robert Fico dhe lider të tjerë me prirje jo demokratike, të gjithë ndajnë një pikë diskutimi, do të thënë se njerëzit nuk mund të frymëzohen organikisht për të protestuar kundër qeverisë së tyre. Qytetarët duhet të kenë marrë financime ose nxitje të një lloji nga forcat e huaja në hije për të ngritur. Termi revolucion me ngjyra u popularizua nga Putin në veçanti pas protestave të vitit 2004 në Kiev për të parandaluar marrjen e pushtetit nga një kandidat i mbështetur nga Kremlini, me protestuesit ukrainas që miratuan ngjyrën portokalli si një simbol të mbështetjes së tyre për kandidatin e opozitës. Mbështetja e BE-s për një minierë të diskutueshme të litiumit në Serbi, një lëvizje thellësisht jo popullore, si një mjet për t'i siguruar bllokut një furnizim të qëndrueshëm të mineralit, të nevojshëm për të konkuruar me prodhimin kinez të automjeteve elektrike, por ka çmentuar pikpamjen se Brukseli është armiku dhe se flamujt e BE-s nuk i përkasin rrugëve.